Sot shënon dita e shkencës dhe teknologjisë, një ditë e cila na kujton rëndësinë e arritjeve shkencore dhe teknologjike që kanë ndihmuar në përmirësimin e jetës sonë. Shkencatarë që kanë lënë gjurmë të thella në fushën e biologjisë, të tillë si Robert Hooke, një nga pionirët në mikroskopinë biologjike, që ka mundësuar zhvillimin e dijes dhe teknologjisë që sot i përdorim çdo ditë. Po ashtu emra të tjerë të rëndësishëm si Charles Darwin, i cili zhvilloi teorinë e evolucionit, dhe Louis Pasteur, i njohur për kontributet e tij në mikrobiologji, janë vetëm disa nga ata që kanë pasuruar shtirjen e biologjisë. Për të shënuar këtë ditë, nxënësit e gjimnazit 25 maj morën përsipër hapjen e këtij aktiviteti me një shfaqje të veçantë e cila përmbledhi disa nga këta shkencëtarë të njohur dhe arritjet e tyre në fushën e biologjisë. Në këtë shfaqje ata prezantuan me pasion punën e shkencatarëve të Hooke, Darwin dhe Pasteur, duke ndarë me shikuesit arritjet e mëdha që kanë ndikuar në zhvillimin e shkencës dhe teknologjisë. Sot jemi këtu për të festuar ditën e shkencës, fuqisë që po ndryshon botën. Përmes eksperimenteve, zgjuarësisë dhe prezantimeve të ndryshme, nxënësit e shkollës tonë do t'ju tregojnë se si shkenca mund të jetë e dobishme dhe argëtuese. Sot në vim do t'i shikojmë shkencatarët të cilët u morën me krimin e biologjisë. Në këtë dramë do të marrin pjesë shkencatarët Robert Hooke, Anton Leeuwenhoek, Charles Darwin, Gregor Mendel, Louis Pasteur, Robert Koch, Alexander Fleming dhe Carl von Linné, të cilët do t'i aktrojnë nxënësit e klasës të parë A. Kjo skenë do të hapet me shkencatarët Robert Hooke, që do të aktrojë Liri Dibra, dhe Anton Leeuwenhoek, që do të aktrojë Izabela Gjolaj. Përshëndetje, zoti Leeuwenhoek. Përshëndetje, zotni Hooke. Mirë se vinim punëtorinë time. Çfarë një duke bërë? Shikoni këtë, një mikroskop që e bëra vetë. Fuqia e tij për të rritur është shumë përtej çdo gjaje që keni parë më parë. Breselense, optika juaj duket jashtëzakonisht e punuar mirë, por më thuani, a i keni vëzhguar struktura celizore me këtë? Sigurisht, shikova një pikë ujë nga pellgu dhe zbulova krijesat e mahnitshme. Krijesat e vogla e as të vogla sa kur nuk i kisha parë më parë. Unë ato i quajta kafsh. Ma xhepsese, por a dini se unë isha i pari që vëzhgova struktura celizore me një pjesë të hollë tape, i quajta celi, sepse ato me përkujtonin celitë e manastirit. E ani ta shikoni. Çfarë mendoni? Kjo është mahnitse. Unë jam i vetëdijshëm për punën tuaj, zotni Hooke. Libri juaj Mikrografia më ka frymëzuar të përmirësoj instrumentet e mia, por derisa ju po shikoni strukturat e vdekura, unë po shikoj jetën e lëvizje, qenet e gjalla që lëvizin, ushqehen dhe riprodhohen. Zotni Leeuwenhoek, çfarë thua? Ju mendoni se ata lëvizin në një pikë ujë? Tingëllon shumë mahnitse. Mund të ma tregoni këtë? Of course, vetëm po ju paralajmëroj. Ajo që do të shihni do të ndryshoj mendjen se si mendoni ju për natyrën. Shikoni. Zotim, ata me të vërtet lëvizin. Krijesa kaq komplekse, por kaq të vogla. Nëse do të kisha parë me sytë e mi, nuk do të kisha besuar. Now you get it, pse jam i fiksuar pas këtij hulumtimi, zotni Hooke. Kjo botë ekziston përtej pikpamjes sonë, dhe më në fund i kemi mjetet për të studiuar atë. Kolegu im, jam dakord për një gjë. Por kjo ngren një pyetje, si lindin këto krijesa? Çfarë roli kanë në natyrë? These are questions that wait for us to explore. Imagjinoni, zotni Hooke, ne jemi pionierë të një kapitulli të ri në shkencë. Duket se jemi dakord për një gjë. Bota është shumë më komplekse nga se mund të imagjinojmë ndonjëherë. Shpresoj që zbulimet tona të frymëzojnë të brezat tonë të orshëm. Tani, zotni Hooke, si thua të studiojnë një mostër tjetër? Me kënaqësi, zoti Leeuwenhoek, me kënaqësi. Faleminderit.
Shpresoj që fillimi ka qenë i shkëlqyer. Në vazhdim do të jenë Llui Pastër, që do të jetë Marina Junçaj, dhe Robert Koch, që do ta përfaqësoj Manuela Gojçaj. Përshëndetje zoti Pastër. Ke një orë që shikon këtë brevet. Pse je ka serioz? Po pres që të flas vetë bakteri? Përshëndetje zot Niko. Ju duket që sharake kjo, por ja, shikoni. Jam duke punuar një vaksin. Dua ta mësoj trupin të besohet me bakterin pa u semur. Si ju duket kjo? Kjo me duket shumë interesante, po përpiqesh të japësh trupit një avantazh pa sëmundje. Me pëlqen kjo ide. Edhe puna juaj na ndihmon shumë. Identifikimi i saktë i mikrobeve është lloj hap më shumë se si ne të mësojmë të luftojmë me to. Mendoj se po plotësojmë punët e njëri tjetrit. Ti po më ndihmon për parandalimin, kurse unë për dioksimin dhe trajtimin. Një ekip i mirë apo jo? Si mendoni zoti Ko? Absolutisht. Shpresoj se një ditë njerëzit ta kuptojnë se sa e rëndësishme është puna që po bëjmë ne të dy. Për shkencën dhe për një botë më të rëndësishme. Për një botë pa mikrobe dhe për të mirën e njerëzimit. Faleminderit. Rallën e kanë Charles Darwin, që do ta përfaqësoj Zana Nikaj, ndërsa Gregor Mendel, Violeta Ivanaj. Një punëtori i bukur, zoti Mendel. Shumë i përshtatur për biseda mbi natyrë. Eksperimenti juaj me bizele ka shkaktuar shumë interes në kërkimin shkencor. Faleminderit zoti Darwin. Teoria juaj mbi evolucionin është me të vërtet revolucionale. Por gjithsesi një pyetje ende mbetet për mua. Si transportohen tiparet nga brezi në brez? That's a good question, zoti Mendel. Mendimi im që është ende në formim është se trashëgimia është një përzierje e karakteristikave të prindërve, por këtë teori është jo stabil. Ashtu është, po. Eksperimentet e mia sugjerojnë diçka ndryshe. Kur kryqëzoj bizelet, tiparet nuk përzihen, por transportohen siç mendoj unë t'i quaj faktor. Faktor ju thoni. Me fjalë tjera, tiparet përcaktohen dhe transmerohen individualisht, po. Kjo mund të shpjegoj pse disa tipare shfaqen pa pritur pas disa brezash. Exactly, këto ndodhen në ADN. Në fakt, ja ku jam. Jam duke eksperimentuar me të, por ata është e biseda për të ardhmen. Më thoni, zoti Darwin, si përshtatet teoria juaj në këtë? Your factors could be the key. Nëse ndryshimi midis specieve është në këta faktor që ndryshohen, atëherë, me fjalë tjera, seleksionimi natyror vepron mbi to të cilat janë të dobishme në natyrë. E shoh se përshtatet mirë atëherë. Kjo mund të kërkojë zbulimin tonë. Zbulimi im tregon se si trashëgohen, ndërsa juaj pse disa tipare përzihen. Wonderful. Imagine how much work we could do if we work together. Maybe one day, zoti Darwin. Përfundimin e aktrimit do të bëjnë Carf Online, që do të jetë Marta Detvukaj, dhe Alexander Fleming, që do të aktroj Arjeta Berishaj. O, zoti Fleming, qëfar po shikon me aq vëmendje? Një limua, mos do të bësh gjë limunad? Jo, zoti Lin, këto është projekti im. Një lloj myku, prej saj izolova një substancë që vret bakterie, hedheni në sy. Myku që vret bakterie? Mahnice, por qëfar është kjo? Është bim, kafsha, diçka tjetër? E pranoj se jam ekspert i klasifikimeve si ju, zoti Lin, por unë do të thoja se është në mbretërinë e kërpurdhave, diçka midis bimës dhe kafshës. Klasifikimi është pasionim. Shiko. Salvia officinalis. Lamium purpurea. E sheh? Bimeve u kam dhënë nga 2 emra në gjuhën latine, një për gjinin dhe tjetrën për specien. A keni dhënë ende një emër? Po si jo, e quajta penicillinum atum, por më duhet të pranoj. Me klasifikimin tuaj me keni ndihmuar mua dhe mbar shkencën. Pa klasifikimin tuaj mund të mos di se si të klasifikoj apo të identifikoj aq mirë speciet. Është mirë dëgjosh se edhe puna ime është me rëndësi. Por çfarë efektit ka penicilina te njerëzit? Penicilina është antibiotiku i parë i vërtet. Ai merret me shqyrtimin e infeksioneve që më parë ishin fatale dhe vdekjeprurse, si seps. Unë po mundohen të gjej një shërim për sëmundje të ndryshme në formën e penicilinës.
Unë sistematizova natyren, ndërsa ju sistematizuat mënyrën se si i luftojmë sëmundjet. Natyra ju la një zgjedhje vërtet të mirë, në formën e këtij penicilliumit. Keni të drejtë, zoti Lin. Natyra gjithmonë na ofron një zgjidhje. Thjesht duhet ta njohim atë, siç bëhet ju me klasifikimin tuaj. Fushat tona janë të ndryshme, zoti Fleming, por duket se ndajnë të njëjtën filozofi. Studimi i natyres sjell shumë përfitime për botën dhe mendoj se me këto lloj zbulimesh e gjithë bota do të ndryshojë. Keni të drejtë, zoti Lin. Ndoshta jo sot dhe nesër, por një ditë zbulimet tona do të shpëtojnë mbar njerëzimin. Ky aktivitet është zhvilluar kryesisht për nxënësit e viteve të para si pjesë e një iniciative të Ministrisë së Arsimit me qëllimin që ata të përgatiten për PISA testin, një test ndërkombëtar që vlerëson aftësitë e nxënësve në lëndë të ndryshme shkencore. Aktiviteti synon t'u jap nxënësve mundësinë që të mësojnë teorinë nëpërmjet praktikës, duke i ndihmuar ata të kuptojnë më mirë dhe të përvetësojnë më thellë lëndët shkencore. Në këtë aktivitet, i cili organizuan nga mësuesit dhe nxënësit, janë përfshirë lëndët e shkencave natyrore si biologjia, ekologjia, mbrojtja mjedisit jetësor, kimia dhe fizika. Gjatë aktivitetit nxënësit patën mundësinë të marrin pjesë në eksperimente praktike, të cilat i ndihmuan ata të shohin dhe të kuptojnë më mirë funksionimin e proceseve shkencore. Pjesë e eksperimenteve ishte edhe reciklimi i materialeve, një aktivitet që synonte rritjen e ndërgjegjësimit për mbrojtjen e mjedisit dhe rëndësinë e reciklimit në jetën e përditshme. Robotët dhe shumë teknologji të ndryshme, po ashtu nxënësit kishin mundësinë të vëzhgojnë se si funksionon trupi i njeriut duke matur tensionin e gjakut dhe duke analizuar funksionet e tjera jetësore të trupit. Këto aktivitete ndihmuan në zhvillimin e aftësive praktike dhe teorike të nxënësve. Gjatë zhvillimit të këtij aktiviteti, mësimdhënësit dhe nxënësit patën mundësinë të na tregojnë më hollësisht për eksperiencat e tyre. Ata shpjeguan se si eksperimentet të tilla jo vetëm që ndihmojnë në kuptimin më të thellë të lëndëve shkencore, por gjithashtu i frymëzojnë ata të ndihmojnë më shumë për botën që i rrethon dhe rëndësinë e ruajtjes së natyrës dhe shëndetit të trupit. Nxënësit ndanë përvoja dhe mendime rreth asaj se si këto aktivitete i ndihmuan ata të lidhen teorinë me praktikën dhe të krijojnë një kuptim më të qartë për fenomenet shkencore. Përshëndetje, mirë se na keni ardhur këtu me na për krah me video. Këto nxënës i kem përgatitur tash një muaj, e kem fituar ftesën nga Ministria e Arsimit lidhur me testime nacionale PISA. E kanë zbuluar dhe incizuar se nxënësit janë duke, si më thon, i kalojnë keq testet e PISA-s, edhe nuk e tregojnë dijen e mirë në vendet ku janë pyetur për praktik, për eksperimente të ndryshme. Dhe atëherë na si arsimtar, ku unë si për stafin e për aktivin e biologjisë dhe shkencave STEM, si që janë kimia, fizika, biologjia, ekologjia, teknologjia, jemi bën tonë bashkë dhe kem përgatit disa eksperimente me nxënës, disa hulumtime, projekte cilat janë ka lidhur me popullsinë e malësisë. Kemi bën punime lidhur me molekulin e ADN ku kemi zhvilluar, mbi meshëruesët e malësisë, për mjekësinë pak ku nxënësit janë bën aftë me matë presionin, pulsin, me ndihmën e parë, sheqerin në gjak. Disa reagenca në kanë munguar për t'i zbuluar grupet e gjakut, por tani me këto kushte cilat i kem pa, me vullnet cilën e kem pa nasi arsimtarët, me, si më thonë, aktivitetet e nxënësve dhe dëshirën e tyre me ka prezent, me ka aktiv, me dalë pak jashtë kufinit të librit, mos me kanë gjithë ka veç me mësua teorinë, por teorinë me përdorë në jetën e përditshme, me materiale dhe mjetë cilat na i ka sigurua pak shkolla, pak nasi mësimdhënës, jashtë. Cilat klasa janë që marrin pjesë? Viti i parë, domosdoshëm që janë da me ka i kyçum, por ata janë duke mu testua për një javë në PISA.
por për me kam pak ma në nivel ma të lartë, i kem kyçullë nxënësit e vitit së dytë, gjimnazit edhe vitit së tretë, kurse disa nxënës nga viti 4 janë këtë kyçull në lëndën e kimisë, bela 5 ose 6 nxënës. Dhe cilat kanë qenë eksperimentet që nxënësit kanë treguar gatishmëri dhe ju kanë pëlqyer shumë këto gjëra të reja për ta? Tona eksperimentet janë ka eksperimentet cilat janë pëlqyese, ato janë gjëra cilat na tash disa vite jem duke i punuar në shkollë, por më parë eksperimentet janë ka anës, kurse më shumë janë rëndësia teorisë, kurse tash në këtë kohë eksperimentet dhe puna praktike si me thonë kryesorja, kurse puna e teorisë janë pak, si me thonë, duke me përcjell eksperimentin. Këtu kem izolimin e molekullit ADN, kulumtimin për me krijuar, për me përcaktua kemi karbohidratën e ushqim, atëherë kemi eksperimentin me jod, atëherë kemi eksperimentet me patato dhe me krip, atëherë shumë lloj eksperimentet të ndryshme, cilat janë lidhur me qeliza, bërtha, molekullin e ADN-s, me ushqime e të ndryshme. Në anën tjetër, i kem kyçull dhe nxënësit e vitit së dytë, ku janë i kanë, si më thonë, bashkuar, i kanë krijuar një herbarium, kur i kanë, përposhtë që i kanë krijuar herbariumat, ata janë ka kyçull edhe duke mi identifikuar cilat janë bimet shëruese të malësisë, edhe bimet endemike të malësisë. Se nëse na nuk i dim llojet cilat janë në malësi, atëherë çka më fol për llojet e Australisë ose doj tjetër shtet. Gjithashtu, nxënësit e vitit së tretë i kem kyç ata nxënës që janë kanë në kyçull në ndihmën e parë. Tona ato aktivitetet që i kanë bërë, se ata e kanë fituar vetin e parë në shtet. Edhe atëherë kem lënë aty në rëndësinë se mos me tregoll ata dijet e tyre për ndihmën e parë, por i kem lidh me mësime cilat i mësojnë nxënësit gjatë vitit së tretë shkollor, do të thonë tash që janë aktual. Ato është matja e sheqerit, presionit, tregimi i si mi ndihmua dikuj nëse ka, për shembull, inhalon zemra, ose u bjet fikë të ndryshme. Dhe çfarë lloj pajisjesh teknologjike ishin të përfshira në këtë aktivitet? Pajisje teknologjike, ata do të pyetni arsimtarin e fizikës, por do të tregoj veç pak se aty shkolla e Dinoshes na ka furnizuar me disa mikrobitë. Ata i kanë fituar gjatë eksperimenteve dhe seminareve cilat janë lidhura me shkollat fillore, atëherë na i kem kërkuar prej tyre me na dorëzua mikrobita, cilat së bashku me arsimtarin e fizikës, nxënësit e vitit së tretë, kanë përgatitur disa inovacione siç janë robota e të ndryshme. Ata mundin mi pa në pjesën që është lidhur për fizikë, shumë interesant. Dita e shkencës është e rëndësishme sepse promovon rolin e shkencës në zhvillimin e shoqërisë dhe përmirësimin e jetës sonë. Disa nga arsyet se kjo ditë është e rëndësishme është ndërgjegjësimi i rolit së shkencës, frymëzon gjeneratat e reja. Faktikisht ndihem shumë emocionuar nga vetë fakti sepse edhe unë para 18 viteve dola nga ky gjimnaz, pra përfundova gjimnazi 25 maj këtu në Tuz, dhe sot jam në rolin e profesoreshës së këtyre nxënësve të cilët vërtet janë të mrekullueshëm dhe kanë treguar një interes të papar. Unë që 2 muaj e pak ligjeroj, jam angazhuar pra në këtë shkollë dhe ligjeroj lëndën e ekologjisë dhe mbrojtjes së mjedisit, si dhe stilet të shëndoshta të jetës. Jam munduar që gjatë orëve të mësimit të realizoj sa më shumë punëtori, që nxënësit ta kenë orën edhe më interesante, vërtet kanë treguar interes, dhe sot ata gjithë ato njohuri të cilat i kanë marrë gjatë orëve të mësimit
i kanë sjellur këtu përmes eksperimenteve apo punishteve të ndryshme që neve kemi punuar, që edhe ju do keni mundësi pastaj të shikoni dhe ata natyrisht edhe do ua shpjegojnë çdo gjë që ne kemi punuar. Vërtet është shumë interesant, përgëzoj udhëhesinë e shkollës, përgëzoj të gjithë kolegët të cilët kanë realizuar një punë të mrekullueshme, një punë që vërtet duhet për t'u lavdëruar dhe vërtet jam shumë e lumtur që jam edhe unë sot pjesë e këtij projekti, ta quaj kështu. Si mund të ndihmojë shkenca dhe teknologjia në jetën e përditshme? Natyrisht, e dini se sot jemi në kohën që shkenca është në fokus, teknologjia është në fokus, dhe pse jo, edhe nxënësit si tanë janë vërtet të aftë, janë të zotë dhe ata mund të avancojnë shumë, mund të ecin shumë përpara, mund të shpikin, mund të japin ide, dhe sot kemi parë që vërtet ata janë shumë të talentuar. Pam edhe dramen, shohim shumë eksperimente duke i zhvilluar ata vetë, që na tregon që edhe ne jemi hapa drejt Evropës, të themi kështu, edhe ne jemi pothuajse të barabartë me gjithë fëmijët kudo që mësojnë, në cilën do shkollë tjetë ajo Gjimnazi Podgoricës apo i Tiranës, sot edhe Tuzi është vërtet në një nivel të lartë. Cili ishte, mund të na veçoni ndonjë eksperiment që ishte më i veçantë për nxënësit? Faktikisht neve kemi punuar disa eksperimente. Kemi bërë reciklimin e letrës, kemi bërë filtrimin e ujit, por diçka që vuna re që po ju duket shumë interesant, kemi sjellur edhe 2 kërmi, të cilët gjatë gjithë kohës po lëvizin, po ushqehen, po i testojmë çfarë kanë më shumë dëshirë, në çfarë të ushqehen, me karrot apo me kastravec. Shohim që më shumë e pëlqen kastravecin, ashtu që gjithëve po shoh që po ju intereson kjo pjesë, por gjithsesi ka eksperimente nga më të ndryshme. Unë veçova këtë duke qenë se unë jam fokusuar vetëm tek ekologjia, po kam lënë pjesën tjetër kolegëve, kimistëve, fizikantëve, biologëve e kështu me radhë. Uroj që gjithë shikuesve t'ju pëlqejë dhe pse jo, ta bëjmë diçka tradit të bukur dhe shoh që ka edhe nxënës jo vetëm të gjimnazit, por edhe nga shkollat e tjera të cilët kanë ardhur për të vizituar, për të parë se çfarë kanë punuar gjimnazistët apo nxënësit e shkollës së mesme të Përzirë 25 maj këtu në Tus. Jemi të organizuar nga Lenda e Ekologjisë dhe Mbrojtjes së Mjedisit Jetësor, të cilën realizoron këtë vit profesoresha Fedra Gojçaj. Ftesën e kem pranuar me plot kënaqësi sepse dihet edhe eksperimentet që i kem mësuar na bashkë me profesoreshën, se të kemi shpërndar me bashkëmoshtatarët e cilët duan të dinë më shumë. Çfarë eksperimentesh apo gjërash keni përgatitur për të demonstruar sot përpara vizitorëve? Kemi përgatitur eksperimente ndryshme si filtrimin e ujit, reciklimin e letrës, testimin e vitaminës C, shumë të ndryshme. A ka qenë e vështirë ti mësoni dhe nga kush jeni përgatitur? Jo, nuk ka qenë e vështirë, në fakt na kanë bërë orën më interesante dhe më të bukur, se tani më këtë angazhuar dhe kem prit për rezultatin final. Dhe cili do ishte mesazhi për bashkëmoshtatarët tuaj? Mesazhi për bashkëmoshtatarët e mi do ishte që kur të vinë rasti me mësua më shumë, me pas sa më shumë dieni, me shfrytëzua se sa më shumë dieni a pasuni për njëri. Po jam e angazhuar nga Lenda e Biologjisë, nga profesoresha Elma, po e pranon ftesën me një kënaqësi sepse ishte të mësojmë moshatarët tonë disa eksperimente të ndryshme. Çfarë eksperimentesh apo gjërash keni përgatitur për të demonstruar sot përpara vizitorëve? Po unë mora pjesë në disa eksperimente që po dallojnë njerën. Kemi përgatitur një eksperiment e cila dallojmë karbohidratet, se cilat kanë karbohidrate më shumë me përbërësit e jodit. Dhe për ty cili ishte eksperimenti më i veçantë që do e veçoje, që të ka pëlqyer shumë të merrje pjesë dhe ta përgatisje vetë ndoshta? I dalluam disa ushqime që cilat kanë karbohidrate më shumë dhe kështu pjesëtarët që erdhën nga shkolla fillore e kuptuan se si dhe cilat ushqime dallohen. Dhe a ka qenë e vështirë të mësoni? Jo, nuk ka qenë, sepse me mbështetjen e profesoreshave ne e mësuam dhe me kohë na lajmëroi.
Dhe si përfundim duan një mesazh nga ti për bashkëmoshatarët tu. Një mesazh për të gjithë është se me shkencë beheni të dijshëm më shumë. Shkenca është me rëndësi pikë për shoqërinë tonë, edhe gjithçka që kemi zhvilluar. Pra normal që me dedikuar një ditë është së paku çka meritohet shkencës. Nga cila lëndë jeni të angazhuar që të jeni pjesë e kësaj dite dhe si e pranuat ftesën? Unë jam angazhuar në lëndën e fizikës. Dhe këtu pra kemi programuar disa shembuj të robotikës. Çfarë eksperimentesh jeni duke provuar me këta robot që sapo I ceket? Këtu kemi një dorë mekanike që thjesht e shfaq lëvizjet dhe inputave fizike. E shohim na në lojë sa tempjat shumë. Këtu tani kemi prishur, por ishte një piano organike, ku frutat janë përçuesit elektrike I inputës së lanu. Do me tha, ti me këto I kishe ti e zat të cilat shërben si piano, me fjalë tjera. Do tha, me tesh portokallin, kemi ndëgjuar një zë, e caktuar. Edhe përmes këtij programit, ato zët mund përcaktojnë të jenë çfarë do ta. Inputi mund me kenë edhe shfaqja një tekstit, edhe çfarë ke liri, mundesh me bërë çka të duash. Është program I thjesht, edhe I kemi zgjedhur për arsye se është shembull I mirë se sa thjesht është programimi. Edhe se gjithkush mund me programua. Pa marrë parasysh çfarë do përvojë të kanë. A ka qenë e vështirë ti mësoni apo si e keni përvetësuar këto mësime që I keni marrë? Nuk ishte vështirë. Në fakt, ishte një eksperiencë shumë e këndshme. Kemi kaluar mirë, edhe I kam shfaqur pak dijet e programimit shokëve të mi, por ishte një eksperiencë shumë e mirë. Këtu kemi I lojë shpërblyese, ku kemi shkruar këtu definicione prej lëndës së kimisë, edhe nëse nxënësi e fiton, kanë fituar dhurat shpërblyese. Këtu kemi disa eksperimente nga lënda e kimisë, këtu si shihet zjarri, edhe këtu disa ngjyra. Disa këtu kemi alkohol dhe këtu kemi disa eksperimente. Nga lënda e biologjisë me profesoreshën biologe Elma Kakvërgjic.
Çfarë eksperimentesh apo gjërash keni përgatitur për të demonstruar sot përpara nesh? Kemi përgatitur shumë eksperimente të ndryshme, si për shembull osmoza e vezëve, shkrimi mesazheve sekrete dhe shumë eksperimente tjera të ndryshme. Dhe cili ishte eksperimenti që të pëlqej ty më shumë? Mua personalisht, eksperimenti që më ka pëlqyer më së shumti ka qenë shkrimi i mesazheve sekrete. Dhe ishte vështirë ti mësosh të gjitha këto eksperimente? Jo. Dita e shkencës është shumë ditë e rëndësishme për të mësojmë gjërat e reja, të cilat ne nevojiten në jetën e përditshme. Në rastin e ditës së shkencës, sot kemi zhvilluar disa eksperimente mjaft interesante nga lënda e kemisë, të cilat siç e shikohim e lejon reagimi i sodës së bukës me ufullen, kemi plastelinën organike, pastën e elefantit, si edhe një lojë shumë argëtuese e cila është vetëm në shpërblim.